Gënjeshtra e dytë e madhe e tij është në komunitet ndërkombëtar për Partinë Demokratike, doja u them unë ju këtu ta dinë, se agenda jonë është manga. Agenda jonë, në qoftë se ne kishim vendosur të ishte manga, ne nuk fshihnim asgjë. Agenda jonë është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pik. Kjo histori e turpshme, mashtrimi filloi me një trillim të pandëgjuar ndonjëherë se Donald Trump kur erdhi la Civita, ka ardhur me një çek $9 miliard për të bllokuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe kjo është qarkulluar në nivelet më të larta. Turp me madh, domethënë. Por ne, pavarësisht nga kjo, kemi treguar durim, kemi bërë sqarime, kemi qenë të ndershëm në qëndrimet tona, kemi deklaruar se Shqipëria s'plotëson absolutisht asnjë kusht përveç pozicionit gjeostrategjik të saj. Dhe u faktua kjo. Nuk plotëson, sepse ne e njihnim ç'po bën Edi Rama. Edi Rama ndërton narkoshtetin këtu. Por për të akuzuar opozitën, sigurisht ne kemi marrëdhënie pa diskutim me Shtetet e Bashkuara, dhe ne kemi disa specifika. Nuk e mohojmë atë. Nuk e mohojmë kurrë. Kosova s'do ishte e lirë pa Shtetet e Bashkuara. Askush mos mendoj se ne e harrojmë këtë. Jo. Po kjo nuk ka. Dhe tani për të ndihmuar Edi Ramën, shtron prap çështjen se disa kanë agjendë mangen, mos kanë agjendë integrimin evropian. Unë mendoj se nuk i shërben. I shërben Edi Ramës me këto zotëria juaj. Dhe unë nuk kam dëshirë në absolute as të përgjigjem, po unë jam skandalizuar kur kam mësuar këto. Dhe ky është një qëndrim i përsëritur. Pse nalem këtu? Nalem këtu që ne duhet vazhdojmë betejën tonë. Ne nuk kemi një objektiv më kryesor të programit tonë, integrimin në Bashkimin Evropian. Por ka përsëri, mos harroni faktorin Mogherini. Faktori super toksik Mogherini, e cila aferën e ka 5 herë më të madhe në Tiranë se sa në Bryzh. Në Bryzh është 3 milion, në Tiranë është 20 milion. Dhe ne do insistoj që kjo aferë të vidhet hetohet dhe në Shqipëri. Nuk tërhiqim ne, kështu jemi ne. Çfarë besojmë se është e vërtetë, ne do e themi, do i qëndrojmë kësaj. Por nuk do t'jenë lobingjet. Të shkohet gjëra aty që të thuhet aksh është çështje kulture, për Shqipëri është çështje kulturore. Ndala në këtë moment për të theksuar se shpresa e vetme është edhe atje do kesh tabel kryehajduti kombit dhe s'do shpëtosh kur nga ligji dhe drejtësia me këto që ke bërë.
nuk do ketë forcë në botë që të mbron. Hiqen nga mendja. Shqiptarve është i jashtëzakonshëm urrëtia e tyre ndaj kësaj qeverie që e vjedh dhe varfron dhe u shkatron jetën çdo ditë është e jashtëzakonshme. Ndaj dhe ne vazhdojmë kryerritjen tonë paqësore. Ai me mandatet e krimit, ne me idealet, parimet dhe interesat më fisnike të shqiptarëve duke i mbrojtur ato. Kjo është gjendja, situata. Protesta e datës 22 është frymëzim për çdo shqiptar dhe secili nga ne duhet të jap kontributin më maksimal në një kryengritje të fuqishme me 22 mars. Kryengritje që duhet të jap përgjigjen më të merituar akteve antikombëtare, antikushtetuese, antiligjore të Edi Ramës, që përpiqet me çdo kusht të mbrojë vetën dhe sojnë e tij hajdut nga ligji dhe kushtetuta. Ndërkohë, duhet të përgëzoj të gjithë kryetarët e ri të zgjedhur në degët e Partisë Demokratike nga Shkodra në Vlorë, Berat, Sarand, Himar dhe qytetet tjera. Procesi zgjedhor është zhvilluar bazuar në primaret. Dhe unë mund të them se ka qenë një proces për të cilin falenderoj shumë pjesëmarrësit, të gjithë antarët që votuan, falenderoj organizatorët, drejtuesit, udhëheqësit politik, koordinatorët dhe uroj nga zemra fituesit. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet në asnjë rrethant të heqim dorë nga primaret. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të antarëve tanë. Janë zgjedhur, janë ndarë me mirëkuptim dhe sa më shumë konsolidohet kjo traditë, aq më e fuqishme bëhet Partia Demokratike. Tani, siç e kemi detyrim që të kemi vëmëtari shumë planshe, njëkohësisht, duhet vazhdojmë me finalizimin e zgjedhjeve në të gjitha degët e tjera, zgjedhjet e kryesive të Partisë Demokratike në përpjekje të madhe për hapjen e kësaj partie dhe për zgjedhjen në drejtimin e saj të njerëzve më me reputacion, të demokratëve e demokratëve më me reputacion. Për të përshëndetur si hap pozitiv është gjithashtu zgjedhja në Lezhë, në Vlorë, Sarandë dhe Himar me votën e lirë të demokratëve i zonjave të nderuara. 4 zonjave të nderuara. U të i kalu... Edhe në Dimal. Edhe në Dimal, po, protoduari. Dhe në Dimal. 5. U të i kaluë një mentalitet i prapambetur,
paternalist, absolutisht i pa bazë. Dhe unë them që edhe këtë dimension kësaj here është një dimension vërtet emancipues. Dhe i përgëzoj ato zonja për guximin e tyre, për përkushtimin e tyre, për suksesin e tyre. Edhe Vlora së fundi dje. Po e thash Vlora, thash edhe Vlora. Po. Kështu që të vazhdojmë në këtë në këtë drejtim të finalizojmë sipas përcaktimeve që u lexuan këtu, zgjedhjet në deg, ta mbyllim këtë proces, ta finalizojmë me zgjedhje me kuvendin në fillim të qershorit dhe rikthehemi krahas kryengritjes paqësore, rikthehemi tek përgatitjet për zgjedhjet vendore, të cilat duhet të angazhohemi me të gjithë forcën. Tani janë dhe grupe pune që do të krijohen, Pastaj. por Pjesë e mbyllur. mediat do të na falin